Përshëndetje edhe një herë këtu nga studiot e APC News me këtë edicion special si çdo javë të Real Story me sondazhin ton Zëri i shqiptarëve. Natyrisht ngjarjet kryesore të javës kaluar janë ngjarje të cilat sigurisht nuk kanë të bëjnë me Molotov apo me përleshje apo me strategji policie, por kanë të bëjnë me të ardhmen e vendit, me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, tashmë kur jemi në ditët e fundit para një vendimi shumë të rëndësishëm që pritet në javën e parë të majit, lidhur me vazhdimin, pra një vendim politik i Këshillit Politik për Ministrave të Bashkimit Evropian, i cili lidhet me vazhdimsinë e procesit të negociatave. Kjo në momentin kur tashmë Mali Zi është vetëm një hap larg futjes në Bashkimin Evropian, pasi ka nisur dhe negociatat finale jo më për kapitujt, se sa për hartimin e asaj që mund quhet një kontratë paramartesore, para se Bashkimi Evropian, pra Brukseli dhe Podgorica, të martohen me njëri tjetrin. Sigurisht ky debat është debat politik në Shqipëri, pasi kemi njërën palë e cila thot integrimi është ndaluar, është bllokuar, kemi palën tjetër qeveria e cila thot përkundrazi, integrimi vazhdon dhe ndërkohë akuzon Partinë Demokratike se po e saboton këtë proces. Kjo është një nga pikat me cilat merret sondazhi ynë sot, por jo vetëm, javën e kaluar kemi patur një vizitë të Edi Ramës në Atinë, ku me sa duket kjo vizitë temi ka përceu kufit e paralajmëruar të saj, ajsa u fol për një klim të re, afatgjat pozitive midis Tiranës dhe Atinës. Sigurisht, edhe kjo në kuadrin e integrimit të Shqipërisë është një lajm i mirë, por çfarë mendojnë shqiptarët për këto? I kemi pyetur sot, sigurisht përmes ekipit të Eduard Zaloshin, cili si gjithmonë është me mua sot në studio. Mirëmbrëma Zaloshin. Mirëmbrëma. Roland Beko është gjithashtu me ne, mirëmbrëma Roland. Dhe Roland Lami, mirëmbrëma Lami. Sigurisht sot do kemi mundësi të shikojmë dhe si janë humoret e shqiptarëve në këtë javë relativisht temi paqësore, pa shumë temperatura të larta, por për herë para Zaloshin sot kemi dhe një analizë sa i përket temi analizë cilësore të preferencave politike shqiptarëve. Po, nuk jemi mjaftuar pra të tregojmë vetëm sa përqind janë gati të votojnë sot për këtë parti apo për atë parti, por kemi analizuar edhe nivelin arsimor të atyre personave që do të votonin po të zhvilloheshin zgjedhjet sot. Duke parë pra si votojnë ata që janë me arsim të lartë, si votojnë ata që janë me arsim të mesëm, si janë me ata të ulët. Gjithashtu kemi bërë edhe një ndarje midis zonës banimit, zonë urbane dhe zonë rurale. Pra kemi analizën temi nëse janë nga fshati apo nga qyteti dhe natyrisht edhe dhe kemi parë bazuar dhe mesatarë statistikorë të Instatit. Në fakt këtu jemi marrë vetëm me ata që janë gati të votojnë sot nëse zhvillohen zgjedhjet. Patjetër, sepse kjo na intereson apo jo, sepse edhe sondazhet politik është si do votonin sot, nëse zgjedhjet do ishin sot. Dhe kjo është normale. Megjithatë kalojmë më njëherë tek sondazhi, shikojmë edhe një herë kampionin cilën ka zgjedhur Zaloshnja. Atëherë bëhet fjalë Zaloshnja për një sondazh i bollshëm, 1257 banor të rritur të vendit. Sondazhi është bërë sigurisht me mesazhe të shkruar, të shpërndarë në mënyrë proporcionale në fshatet e qytetit të Shqipërisë. Kjo për të pasqyruar sa më mirë pra 1.9 milion banorët e rritur të Shqipërisë nga pikpamja gjeografike, demografike, arsimore dhe politike. Marzhi i gabimit plus minus 2.7%, pra dihet që është një marzh gabimi totalisht i pranueshëm dhe shumë afër temi nga pikpamja e saktësisë. Kalojmë tek me njëherë tek pyetja e parë që lidhet me vizitën e kryeministit Rama në Atinë. Dhe shikojmë përgjigjet e shqiptarëve. 53.3% e tyre e quajnë vizitë pozitive, por problemet mbeten. Ndërkohë, shikojmë që 23.5% thonë që konfirmojnë kjo vizitë klimën pozitive edhe integrimi, pa përfshirë dhe çështën e integrimit, dhe ndërkohë shikojmë 23.2% e shqiptarëve thonë që pavarësisht problemeve, Athina nuk do na e pengojë integrimin në Bashkimin Evropian. Pra, shikojmë që një shumicë e shqiptarëve e quajnë pozitive, por janë në pritje, pra janë temi të kujdesshëm në optimizmin e tyre. Ndërkohë që 23.2% thonë që optimizmi i tyre pra ka përcen problematikën dhe thonë Athina nuk do na e pengojë integrimin. Ndërkohë 23.5% e quajnë për momentin një klim pozitive edhe për integrimin. Zaloshnja, ajo që të bën përshtypje është fakti. Më saktë, mua nuk më bën përshtypje, pasi unë personalisht mendoj që klima midis Tiranës dhe Atinës ka pasur shumë ulje ngritje dhe sigurisht shumica e shqiptarëve e quajnë pozitive, por janë në pritje apo jo? Problemet mbeten dhe kuptohet që kemi më shumë se gjysmën e gjithë të anketuarve që mendojnë që pavarësisht se ishte një vizitë pozitive, por problemet mbeten dhe duhet sqaroj pak këtu se
këtu kemi një përzierje të anketuarve që votuan për pra votues opozitar të 11 majit, po kemi dhe shumë mosvotues që janë të pjesë të 53.3%. Pra këtu thoni janë votat kryesisht të opozitës dhe atyre që s'kanë votuar, po ndërkohë ka dhe votat, sepse unë personalisht e shoh veten këtu. Pra e quaj pozitive, por mendoj sa kohë ka probleme. Unë nuk po them që të gjitha janë, po dominojnë në mënyrë masive pra votues opozitar dhe mosvotues të 11 majit. Beko, me që ti vjen dhe nga zona temi fshinje me Greqinë. Unë preferoj të quaj fshinje me Greqinë, apo me Malin e Zi, apo me Maqedoninë e Veriut, se sa kufitarë. Kufitarë më kujton gjithmonë klonin e famshëm. Që mos i kthehemi asaj kohe. Sigurisht problemet mbeten, apo jo? Pasi kemi pothuajse gjitha çështjet janë të hapura, kemi çështjen e detit që është një gjykatë ndërkombëtare, sigurisht është çështja e ligjit luftës, çështja e pensioneve, çështja sigurisht është çështja çame, patjetër çështja e pronave të shqiptarëve atje. Grekët me tyren kanë ato problemet e veta që ne i quajmë imagjinare, por për ta janë mbeten çështje serioze. Kjo duhet të thonë ama që një klimë e tillë midis Tiranës dhe Atinës, mua si gazetar nuk më rezulton prej shumë vitesh. Pra le themi, i kanë lexuar qartë shqiptarët situatën? Po, këtë jam duke thënë që shqiptarët mendoj se kanë lexuar shumë qartë këtë panoramën e marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Greqisë, sepse në një farë mënyrë shqiptarët janë të lidhur drejt për drejt të paktën me dy vende fqinje, me Italinë dhe me Greqinë, dhe sensibiliteti është shumë i lartë, sepse fakti që kemi një numër shumë të madh të qytetarëve shqiptar emigrantë në Athinë, flitet në Greqi, rreth 500.000. Është vendi kryesor, besoj, emigracionit shqiptar, i diasporës tashmë shqiptar. Diasporës re. Natyrisht që jo vetëm këta, po dhe familjarët e tyre, të afërmit e tyre, sikur vetëm kjo pjesë, kjo kategori të interesoj se ç'ndodh me marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Greqisë, do të ishte mjaftueshme për të thënë që kemi një numër shumë të lartë shqiptarësh që janë të vëmendshëm, gati zhvillojnë një mendim kritik për ngjarjet ose për kontaktet që ka Shqipëria me Greqinë. Mendoj që qytetarët shqiptarë në fakt, po dhe qytetarët grek nga dy palët, meqense mu referove si njeri që vi me origjinë nga vend fqinj me Greqinë. 20 kilometra largë. Pretendoj që i njoh dhe më mirë, them që marrëdhëniet midis qytetarëve, pra ka një lloj empatie midis qytetarëve grek dhe qytetarëve shqiptar, gjë që nuk ka rezultuar kjo në nivelin politik. Por edhe vitet e fundit, le të flasim paktën që pas viteve 2000 e mbrapa, politika greke ka ndryshuar, ka një lloj qasje të re më pro-europiane në zhvillimin e politikës me fqinj dhe sa më shumë kalojnë vitet, aq më shumë përmirësohet. Kjo duket edhe në klimën e brendshme të politikës greke, sidomos me marrjen e masave që bën ata për të ndaluar zhvillimin e mëtejshëm të agimit të artë, që nxiste edhe konflikte të brendshme, por edhe konflikte frontaliere, rajonale dhe ndërkufitare. Kështu që mendoj që leximi është i drejtë, ju i cituat problemet, ato janë problemet, ndoshta ne nuk dim qartë cilët janë problemet që kanë grekët me Shqipërinë, përveç se s'kemi dëgjuar disa çështje pronash në minoritet, sepse çështja e shkollës, Himara mbetet sidomos në Himar. Himara mbetet problemi, po kam përshtypjen, si e shikoj unë, problemet që shqiptarët Shqipëria ka me Greqinë janë më shumë, duket mua. Janë më shumë, por ajo duke hequr atë ligjin e luftës, e cila unë mendoj që është një si apendisit që rikot aty. Po jo, është një apendisit, por në fakt një apendisit aktiv në dhimbje, që pra është aktiv në dhimbje, që e bezdis trupin. Patjetër, kjo po. Sepse ajo pengon diçka shumë të madhe për shqiptarë, uaj që mundësinë do e thënë të drejtën qytetarëve me origjinë çame, të kërkojnë pronat e tyre të paktën si thonë ekspertët nëpërmjet gjykatës. Unë kam një pyetje. Ju kam një pyetje sepse ju jeni e njëjtë në çështën konkretisht, sigurisht edhe unë e njoh, po në këtë moment nuk kam vetëm një pyetje. Le të themi nesër ne bëhemi antar i Bashkimit Evropian. Ja kjo. A e zgjidh kjo automatikisht të problem? Unë mendoj që kjo do zgjidhet paktën sipas ekspertëve, se ne nuk kemi ekspertë fushët, por kjo do zgjidhet, do ta çojë pikërisht, do t'i çojë dy vendet pikërisht në domosdoshmërinë e trajtimit të ligjit luftës, pra të ulen seriozisht në tavolinë dhe natyrisht do ta heqin atë se janë dy vende antar të Bashkimit. Sepse do ti futesh nesër në BE. Po, dy vende antar të NATO-s dhe dy vende në një familje brenda, do të thënë. Po e zgjidhin gjykatat, s'ka lidhje fare. Jo, unë mendoj që të paktën kam lexuar nga ekspertët dhe besoj
është kështu, do të ulet, do të zgjidhin me marrëveshje bilaterale, nuk do të lënë të shkojnë nëpërmjet gjykatës. Sepse ndryshe do përfundojnë gjykatë në mënyrë individuale, çdo familje do të zgjidhin gjykatë. Por doja të bëja edhe një shtesë tjetër, doja të thoja që mendoj që nga pala greke këtë radhë, politikët greke ka pasur më shumë dashamirësi për të pritur politikanë shqiptarë se çka ka pasur politikanë shqiptarë që të shkonin në Greqi dhe t'i dëshmonin këto marrëdhënie të mira që grekët presin që t'i kenë me qeverinë shqiptare. Pra, këtë radhë kanë qenë qeverit greke, jo vetëm Mitsotakis tani, po dhe të tjerë më parë, që e kanë pritur, kanë dashur të jenë më të vlerësuar nga qeveria shqiptare. Pra, po shqiptarët, me sa duket, sidomos e Dirama, ka krijuar marrëdhënie shumë të afërta me shtete edhe më të mëdha dhe më të forta, një lidhje edhe më të afërt akoma me Italinë. Po duhet të thënë që me zotin Mitsotakis ka patur raporte shumë mira dhe personale edhe në momente të vështira. Po, atë jam duke thënë që ata e kanë pritur le të themi një vlerësim ose një qasje tjetër të politikës shqiptare, sidomos të kryeministrit shqiptar me Greqinë. Mendoj që dhe kryeministri nuk ka bërë pa qëllim këtë gjë, natyrisht le të bjemi dakord këtu e Dirama në politikën e jashtme për mendimin tim ka qenë më mirë se sa në politikën e brendshme, ka interpretuar më mirë atë. Dhe sepse kur del jashtë ka pas dhe më shumë konkurrencë jashtë. Kur del jashtë stilet më shumë si evropian. Kur vjen brenda pastaj këtu bie në nivelin e Elisës. Jo, s'po bëj komente. Megjithatë, Elami, shumë interesante ajo që ta Beko, që duket që në këtë sondazh ndihet fakti i lidhjes së shqiptarëve me të afërmit e tyre me problematikën që ata ndeshin në temin në Greqi, pasi shikojmë që 53.3% thonë pozitive për probleme mbeten. Pra janë më shumë se gjysma e shqiptarëve që kërkojnë që këto probleme duhet zgjidhen, sepse lidhet direkt me temi me gjërat e tyre personale, ditore. Por nga ana tjetër kjo dëshmon dhe faktin që qoftë Tirana, qoftë Athina, nuk mund t'i përdoren vizitat politike reciproke, thjesht për agendat e tyre personale të rastit, pasi bëhet fjalë për gati 1 milion shqiptar, plus dhe lidhjet e tyre në Shqipëri, cilat përbëjnë një forcë shoqërore, ekonomike, por dhe politike, tashmë në Greqi. Unë do përpiqem të lidh bashkë dy artikulimet që u bën këtu, qoftë me listën e problemeve që u evidentuat në një harë kohor rreth 35 vite që ne kemi pasur me Greqinë, të cilat vazhdojnë të mbeten çështje të pazgjidhura, çështje të cilat kërkojnë kohë, çështje të cilat kanë kohë që flitet dhe premtohet që do marrin zgjidhje, por sot që po flasim ende kërkohet ende kohë dhe më shumë që ato të marrin zgjidhje përfundimtare, dhe aspektin e sociologjisë së raportit mes popullatës shqiptare dhe asaj greke dhe popullatës shqiptare brenda Grecisë çfarë ndodh. Unë mendoj, zoti Balla, që ne jemi futur një dekadën e fundit, këtë 10 vjeçar po themi, në një pozitë të cilën ne nuk i kemi pasur në 24 vite me Greqinë. Raporti jon ka qenë raport inferioriteti për shkak standardeve të brendshme që ne kemi pasur, për shkak të pozicioneve tona delikate gjeopolitike në rajonin më gjerë, për shkak të problematikës së migracionit që her pas here kthehej si një lloj kërcënimi që mund të rikthehej në Shqipëri dhe mund të kthehej një bumerang social, ekonomik o politik për qeveritë e radhës, dhe kjo shpesh qeveritë ka kompleksuar. Ne jemi në 10 vjeçarin për mua të parë ku ne jemi në pozita të barabarta me Greqinë. Për faktin, zoti Beko e tha me të drejtë, kemi numër të konsiderueshëm emigrantë, por nuk janë siç janë në vitet 90 apo vitet 2000. Pse janë më emigrantë? Sot janë të integruar, janë shkolluar, janë të arsimuar, kanë nisma, kanë sipërmarrje, janë kontributor, dertin taksa, paguajnë sigurime shoqërore, votojnë. Janë madje një pjesë kanë fituar e të drejtën të jenë të zgjedhur. Në këtë kuptim statusi shqiptarëve akoma nuk ja kanë arritur, po besoj që ç'është e kohë. Ka një statur tjetër raport me 25 vitet. Dhe kjo tregon 53.3% që ka këtë temi qëndrimin e matur. Sigurisht, edhe brenda ne, Shqipëria nuk është ajo që ka qenë para viteve 2005 apo 2008. Shqipëria sot ka një standard tjetër, ka një qasje tjetër, ka një kriter tjetër të bërit politikë e jashtme, dhe kjo jep komoditetin kryeministrit i cili ta përdor për të rritur reputacionin vendit vetë që përfaqëson po dhe vetes. Dhe në këtë kuptim e shoh dhe raportin Greqi-Shqipëri, të cilën ne nuk e kemi pasur në historikun e marrëdhënieve me këtë vend,
para 20 apo 30 vitesh. Dhe kjo është fakt. Elementi fundit, dhe unë e mbylla, është ajo çfarë ju me drejt evidentoni në sondazh, është si e percepton opinioni publik rolin e Greqisë në raport me veton për të antarësuar ne apo jo. Në fakt, për të qenë korrekt, edhe Greqia nuk është se e ka shfrytzuar veten e saj për të na penguar në proceset tona të Po e vërtetë, është pavarësisht të problematikave që kemi pasur me të dhe pavarësisht loreve që ka bën në rrogos për të na penguar, por ajo çfarë është publike, ajo çfarë është e ditur është nuk ka qenë ndonjëherë pengesë zyrtarisht për të vonuar në procesin e integrimit. Po, nuk ka dalë asnjë një veto zyrtar. Dhe dyta është dhe fakt, këtu futemi pastaj në peshën që ka vetë Greqia në Bashkimin Evropian, është një vend i cili siç është vend antar i Bashkimit, nuk ka peshën e Gjermanisë, nuk ka peshën e Italisë, nuk ka peshën e Francës dhe kështu me radhë. E vërtetë është me po Zalash. Fakt, po të shohim dy opsionet e para të përgjigjeve, kemi të bëjmë me mbi 75% të anketuarve. Cila është tani e para, është 53.3%? 53.3% që thonë pozitive vizita, po ka problemet mbetën. Dhe kjo është reale, është vërtetë. Dhe pjesa tjetër që thotë pavarësisht problemet, pra e pranojnë që ka probleme, por Athina paktën nuk do na pengoj për integrimin. Po ama shikojmë, në fakt sakt pa e gati 77%. Pra, cilët janë koshient që problemet janë? Që problemet janë, vetëm ndryshimi është që këta të parët thonë që priti herë se ta shikojmë. Janë më të tërhequr, këta të dytët thonë që problemet janë, po zbesojmë që do na pengoj për integrimin. Ndërsa pasaj ata 23.5% që ata janë... E shohin si klim pozitive edhe për integrimin. Se nuk kemi kohë, se kemi shumë pyetje Beko, por po e nis nga kjo, pra vizita e Ramës Nati 23.5% konfirmon si klimën pozitive edhe çështjen e integrimit. Dhe me këtë lidhet pyetja e dytë. Shtohen sinjalet pozitive për integrimin e Shqipërisë në BE, por të presim në maj përgjigjen politike të BE-s tonë 24.3% e shqiptarëve. Asgjë se ndalë integrimin e Shqipërisë në 2030, në 35.6% e shqiptarëve, 20.1% e shqiptarëve thonë integrimi ka mbetur në vend. Zalosh në këtu po ta hiqë drejt e fjalës të 20.1%. Gjua blu Fred. Duket çfarë. 35.6% edhe nga ngjyra duket që shumica për këtyre janë optimistë për shkak të optimizmit që vetë kryeministri kanë djellë në 2-3 javët e fundit, duke zgjedhur ti kundër përgjigjet, heshtje si kishte më përpara ndaj akuzave që i vinin nga opozita, ama është shumë interesant, 24.3% shtohen sinjale pozitive për integrimin e Shqipërisë BE, se duhet ta shohim fjalinë në vazhdim, por të presim në maj përgjigjen politike të BE-s. Dhe pikërisht mënyra se si kanë votuar këta 24.3% është në fakt ky përbën për mua segmentin më interesant të elektoratit shqiptar, sepse shumica dërmuese, këtyre 24.3% janë ose njerëz që nuk kanë votuar fare, ose njerëz që kanë votuar për partitë vogla, dhe pastaj kanë dhe pak disa nga këto partitë opozitare ose socialistë. Pra, ky është si thua segmenti më i pandikuar nga lufta politike midis dy partive kryesore. Me sa duket është një target grup racional, i cili beson që proceset e integrimit mund të ndodhin dhe do ndodhin, por gjithsesi ka dhe një lloj skepticizmi, jo vetëm nisur nga fakti që me çfarë po mbyt për ditë propaganda e opozitës, por edhe nga fakti që gjithmonë në Evropë del diçka e papritur, edhe mund të ndodhi... Unë mendoj si ju, mendoj që kjo lidhet më shumë, që thonë pritje se del në një në Bruxelles dhe... Prandaj thash janë mendje racionale, se mendjet racionale dinë që... Del një nga Luksemburgu, për shembull, dhe thot diçka. Jo të gjitha të dhënat që ti ke në moment... Se mos harrojmë, në moment caktuar ne na pa blloku Bullgaria. Pa lidhje fare, domethënë. Pa lidhje fare me ne. Ai kishte konflikt me Maqedoninë, duke qenë se ne ishim të atachuar në atë moment, ishin të atachuar dy vende së bashku në trajtim nga BE-ja dhe për analogi, domethënë ngeli dhe Shqipëria domethënë nga Bullgaria, megjithatë dhe Bullgaria filloi të referojë Shqipërisë sepse kërkonte në atë kohë minoritetet bullgare, më duket në kufi me Maqedoninë e Veriut. Kështu që prap gjithsesi ngelet shumica e shqiptarëve janë optimist për proceset e integrimit dhe opozita është në drejtën e vet, edhe PS-ja kur ka qenë opozitë ka bërë opozitë shumë të fortë për raportin e integrimit dhe kjo vjen për mendimin tim më shumë banale sepse për te arsyeve personale të leadershipit nuk ka arsye të tjera. Ata me sa duket nuk durojnë dot
suksesin e tjetrit. Pra, e lidhin veten, e atashojnë veten aq shumë me Shqipërinë dhe me sukseset e Shqipërisë, sa që thonë, o të jem unë, o... Vetëm puna është si e ndan ti këto kur vjen puna për interesat e Shqipërisë, këtu pastaj... Tu pastaj dalim... Këtu pastaj do... liberalizimin vizave doli fieri. Këtu do pastaj i referohesh 20.1%. Dhe në të shkuarën, sepse mbaj mend në atë kohë kam pas bërë një shkrim tek Gazeta Panorama, kur unë isha vetë pjesë e qeverisë dhe mirë isha me çështjet isha antar i komisionit i grupit çajut negociator për liberalizimin e vizave dhe kam parasysh që dhe reagimi që vinte nga ana e zotit Berisha ndaj opozitës ka qenë reagim që e provokonte në një farë mënyrë dhe opozita reagonte në formë tillë që ta bllokonte suksesi mos i shkonte zotit Berisha. Bllokim në çfarë? Se pastaj Po jam ke parasysh ngjarjen e Fierit, çështjen e Fierit se ajo lidhet me integrimin, jo me liberalizimin. Po me integrimin, po me liberalizimin e vizave. Liberalizimin e bën cop ditë mirë në tanke çuj emaili. Po, ishte çadra. Në kohën e liberalizimit të vizave ishte çadra ishte lidhje me liberalizimin e vizave. Tjetër gjë, se si mund ta po të lidhesh me integrimin po, liberalizimin e vizave. Po, lidhe me liberalizimin, çadra është vendosur në 2009-2010. 2010, po, shtator 2009. Dhe ishte pikërisht momenti që ne se mbaj mend që kur ata kanë dalë në shesh ne kemi qenë me turp të tretë punonim në Ministrinë e Brendshme për plotësimin e plotësorit. Së pari duhet të themi që një pjesë e opinionit publik apo respondentëve krijon perceptimin për politikën e jashtme jo si fakt real, por si konstrukt politik. Nisur nga çfarë thonë liderët, partitë që votojnë dhe media që dëgjojnë. Në këtë kuptim, kjo fasho elektorali që ndahet mes PS-s dhe PD-s punizohet dhe ushqehet nga ky lloj informacioni. Dhe përgjigjet i japin në funksion të këtij informacioni që marrin. Fasho që është më interesante dhe dy kolegët e theksuan, është fasho e njerëzve racional, të cilët përtej pozicioneve politike gjykojnë me arsye, gjykojnë me ftohtësi, gjykojnë me maturi, gjykojnë pa pasion, duke ja lënë më shumë standardit, eksperiencën më të përparshme, kohës që janë të nevojshme për të shprehur institucionet përkatës për gjykuar për çështjen. Dhe unë gjykoj që kjo është piktura e përgjithshme e situatës tek ne. Nëse pastaj do të trajtojmë çështjen, pse ndodh polarizimi i skajshëm për çështje që lidhen dhe për integrimin e Shqipërisë, kjo është një histori 35 vjeçare. Akoma nuk kemi dalë nga kjo lloj logjike të bërit politike edhe për çështjet që lidhen me interesi kombëtar. Mendoja që politika do të kishte kuptuar, do të kishte mësuar tashmë që ka disa prioritete, të cilat kërkojnë një lloj dakordësie mes palëve, mes aktorëve, sepse nuk është përfitimi vetëm mirëparje, por është përfitimi gjithë shoqërisë, por me sa duket këtë pjekuri akoma nuk e kemi arritur. Megjithatë duhet lami nga matet e humorit, duket që një përgjigje japin vetë shqiptarët. Sigurisht, shive tregojnë qartësisht gati 8% e shqiptarëve janë optimistë për integrimin, pavarësisht se janë dikush është pak më shumë nga kura politikisht, dikush tjetër është më i qartë dhe thot presim gjërat, por le të themi dy gjëra janë shumë të çishme nga kjo tabelë si e shikoj unë. Fakti që në shumicë shqiptarët janë pozitiv, mbeten pozitiv për të ardhmen tonë europiane, dhe sigurisht një pjesë nga të treja, pjesa më e madhe, thotë që po dakord, po shikojmë dhe të presim për te retorikave politike, blu apo roz. Lajmi, edhe unë prapë shikoj lajmë të mirë, jo nga vepame partijake dhe politike, vepame shoqërore, që gjithsesi vetëm 20% e shqiptarëve mendojnë që ne do futemi në Bashkimin Evropian, pasi nëse kjo do të ishte më e madhe, do të tregonte që humori shqiptarëve skeptik ndaj Europës, do të ishte më i madhe, do të ishte më shqetësues. Jo, do të thoya 20% ama ne nuk e kemi euroskeptik. Kemi thjesht janë qytetarë që rama skeptik. Pra që nuk besojnë me Këtë po thoya edhe unë, pra këtë po thoya që në çdo rast mbetet një humor
partjak nuk mbetet një humor i shqiptarëve në përgjithësi. Pra, jam kurios të di sa duhet ta kemi numrin euroskeptik në Shqipëri. Ndoshta kjo mund të jetë një temë shumë interesante pas javës tjetër ku pritet përgjigja. Është matur me sondazhe të tjera, ne kemi minimale. Gjithmonë del mbi 90%. Ne kemi minimale dhe jemi ndërvendet që jemi më pro Europës. Jo, pas kjo do varet me çfarë do vendoset me 5 maj, nëse varet nga përgjigjja është e matshme pra, nuk ka ngelur ta. 5 maj do vi një përgjigje pozitive apo do vi përgjigje negative. Kjo pastaj e përthyer edhe me dialogun me debatin politik shqiptar, shikojmë se do dalë rezultati dhe mos harrojmë që kemi edhe protestat e Perishës në datën 8 maj, vetëm ka zgjedhur datën e gabuar. Se me 8 maj çlirimin punë e luftës zyrtare e feston vetëm Putini. Shkoj publicitet, e rikthehemi në pjesën e dytë, ku do shohim se si do votonin shqiptarët nëse zgjedhjet do mbaheshin sot, dhe padyshim në një analizë bëhet për herë të parë, analiza e votës mbas partive bazuar mbi origjinën e tyre urbane apo rurale dhe për arsimin e lartë bazuar te mesatarja zyrtare e Istatit. Rikthehemi pas pak. Mirë, rikthehemi në pjesën e dytë të sondazhit, i cili natyrisht në pjesën e parë ju pat opinionet e shqiptarëve lidhur me vizitën e Edi Ramës atin. Shumica është realiste dhe thotë duhet presim që të prodhojë rezultate të mirëfillta, sidomos në zgjidhjen e problemeve. Sa i përket integrimit, shumica është pozitive, por do t'i qëndrojë larg pjesa më e madhe propagandës partive politike dhe pret vendimin e Brukselit, sigurisht. Pasi e dim që dhe humoret në Bruksel, si shtonte Indjeri Ismail Kadereja, si janë si qejet e Parisit, në herën gjanë turit të një idioti. Dhe që ndryshojnë rreth shpejt, apo jo? Citova sakt veç? Por si do të votonin shqiptarë nëse zgjedhjet mbaheshin sot? Kalojmë tek tabela, një 3 tabelat e fundit, shikojmë opinionet e shqiptarëve. 44.5% do të votonin Partinë Socialiste, një rritje e lehtë me 0.5 pikë. 21.4% do të votonin Partinë Demokratike, një rritje e lehtë me 0.4 pikë, ndërkohë që shikoni partitë e vogla, cilat tashmë kanë mbritur në pikën e 1%. Siç e thash dhe herë tjetër dhe vazhdoj ta përsëris derisa kjo mos ndryshojë, temi për shembull zoti Çeja i ka mbetur vetëm gruaja e tij dhe Erald Kapri. Ndërkohë shikojmë ama segmentin jeshil. Segmenti jeshil pra i gjelbër një parti e tre nëse ajo do krijohet. Të gjithë ata që kanë votuar në 11 maj janë gati të votojnë një tjetër parti që nuk është as PS-ja dhe as PD-ja, dhe natyrisht asnjë nga partitë e tjera të cilat me sa duket dështuan në misionin e tyre për të qenë të tilla, pra parti të reja. 33.1% do të votonin këtë parti, një ulje e lehtë me 0.8%. Çfarë tregon që pas presës dhjetore, sigurisht të gjithë ata që kanë rrëshqitur, pra 0.7% që nuk votojnë më, pra nga krahasuar me një javë më parë, duket që i kanë darë votat, ca kanë shkuar te PD-ja, ca kanë shkuar te PS-ja, apo jo, Zalosha? Në fakt, PS-ja është shumë stabil, mbas 26 janarit ku kapi një pikë të lartë, 48.5, tani praktikisht PS-ja është stabilizuar në 44-45 të ky pozicion. Shikojmë dhe PD-ja është te 21. PD-ja nga 26 janari që kapi i farë pikët lartë, ka pasur rrëshqitje të vazhdueshme dhe pastaj rrëshqitja është evidente e këtyre partive të vogla dhe të gjithë këta pra, pikërisht kur ka filluar rënja e PD-s dhe kur ka filluar rënja e partive të vogla, pikërisht është shtuar kjo partia të zhgënjyrëve që duan një parti të re. Ka qenë 20% në 26 janar dhe tani ka shkuar në 33%. Pra, gjithë të zhgënjërit e PD-s, të gjithë zhgënjërit e partive të vogla, janë ngumbulluar kjo 33% dhe kuptohet ka dhe të zhgënjërit socialistë, sepse socialistët kanë qenë 52.2% në 11 maj dhe tani janë 24.5%. Dhe duhet ta theksoj që në këtë grafik kemi vetëm të anketuarit që kanë votuar në 11 maj. Dhe në këtë mënyrë bëjmë dhe krahasimin me votimet e 11 maj. Lami, nuk ka një ndryshim të madh në këtë, megjithatë një koment nga ju. Ndryshimi është kjo që do them unë dhe kemi diskutuar edhe në studio. Po të vësh re të gjithë të pakënaqurit, të zhgënjërit, kritikat e Partisë Demokratike, duke përfshirë Zotin Beko, i ka kapur kritikë e leadershipit është Zoti Beko. Kritikë leadershipit patjetër. I ka kapur mangthi logos PD-s.
të cilët e kërkojnë reformimin, shpresën, ringritjen e PD-s vetëm brenda godinës PD-s. Ndërkohë që ulëret e dhëna 33% të cilët janë gati të votojnë një parti tjetër e cila nuk është si Partia Demokratike, nuk ka element si Partia Socialiste. Bile nuk ka slogan e PD-s. Dhe largo qoftë, nuk ka slogan e PD-s. Larg qoftë të ngjajë me partitë e vogla. Pra, është një potencial votuesish të cilët ulërin nëpër sondazhe dhe të djathët nuk duan ta shohin, por duan ta shikojnë vetëm brenda godisë së listë Partisë Demokratike. Pra, gjithë shpresa, gjithë energjia, logo, pra, duan logo. Gjithë piks. Duan godinën, duan opozitën, duan godinën dhe logon e Partisë Demokratike. Ju lutem, aman, shkojnë çdo ditë tek obori i Partisë Demokratike, na lejoni brenda të reformojnë. Ndërkohë që aty është ndarë mendja. Ajo është një SHPK e cila me pronarë caktuar dhe nuk kanë mend të ndryshojë, sepse nëse ndryshon gjithë destinacioni i biznesit. Mirë po, demokratët nuk duan të shohin këtë gjë. Dhe janë 33% opozitarë, 33% e opozitarëve, të cilët ndjehen sot të papërfaqësuar, ndjehen pa zë, ndjehen pa leadership, ndjehen pa drejtim, sepse e gjithë potenciali së djathtës kanalizohet tek obori i Partisë Demokratike. Ju lutem për ditë trokasin nga dera, na lejoni brenda të reformojnë. Okej. Beko, ndërkohë Berisha i ka shtuar rojet. Dhe nuk e lejon brenda që të futen këta, të reformojnë dhe këta tash të tërheqin Partinë Demokratike. Ka shtuar dhe tjerët, ka thënë të bashkohemi pa dallim feje, ka inë edhe ide në javën e fundit. Ja të na shpjegoj Beko këtë gjë. Ai është natyrisht ato ftesat e Berishës janë ato si ato ftesat e si ajo marrëdhënia midis Dhelprës dhe Lejlekut. Keni parasysh që ftonin njëri tjetrin dhe dyja kishin me hilje, asnjëri si i jepte ushqimin përpara, pas njëri si jepte mundësinë që të ushqej atje për shkak të enës që i ofronte. E burr. Kjo fabula e burr. Keni një gjë parasysh, para zgjedhjeve lokale 2023-shit, kur bëshin sondazhe, nxinin që shumica e qytetarëve shqiptar në masën 60% e lartë kanë qenë kundër klasës së vjetër politike. Në masën 70% e lartë kanë qenë kundër zotit Berisha në mënyrë personale, rreth 80%. Ilir Meta ishte edhe më rënd akoma. Paka shumë këto janë sondazhet. Kur erdhi puna tek votimet, si në zgjedhjet lokale të 2023-shit, edhe në zgjedhjet e përgjithshme të 2025-s, vim tek ajo që francezi i thot le vote utile, do të thënë që ku të vemi dhe vem përsëri tek edhe ata që janë kundër në momentin e fundit votën shkojnë e bëjnë dobishme për partinë që ka më shumë shanse për të fituar. Nuk jam totalisht dakord. Dakor. E di pse. S'është për të qenë totalisht dakord. Bazuar tek shifra. Po pra. Zalosha unë korrigjoj, po e qenë gati 300.000 shqiptarë cilët votuan partitë e reja. Tashi nëse ti mua më thua që Partia e Lulzim Bashës është një parti e re, këtu jo, unë them humilmo, nuk jam dakord me që ishin te Lulzim Basha, ishte si asnjëherë tjetër historinë e Bashë. Një minutë. Si asnjëherë, më fal. Kurse tjetër gjë Sheja, tjetër gjë Lapa, tjetër gjë Qori, ja, le të jemi pak objektiv këtu. Ishte fakti çfarë ishin te krau i Lulzim Bashës, ishte hera e parë që dikush krijonte një rezistencë të qëndrueshme 4 vjeçare përballë Sali Berishës brenda Partisë Demokratike. Hera e parë brenda Partisë Demokratike. Se medaljet tjera je pa sinqert duke mos vlerësuar veten tënde dhe duke mbi vlerësuar zotin Basha. Jo më 4 vjet, them, ku ishin atë grupim. Të gjithë ju. Bashën e citoj për identifikim. Jo, po ai ishte identifikim. Jo, ai ku një periudhë grupi vazhdoi betejë. Por në zgjedhje doli ai. Në zgjedhje përgjithshme, parlamentare, por në zgjedhje lokale. Nuk doli për shkak Ali Beja apo ndonjë tjetër. Doli ai, ndërkohë ai 2 vite e ca. Tani, dhe njerëzit nuk kanë budallë Beko. Vim tek fakti pse sot po le të themi 300.000 nuk ishin pak, ishin shumë. Shiko, që votuan një parti tjetër që nuk ishte as PD-s. 100.000 që shkuan te Berisha janë shumë. Ishte gjithë koalicioni, ja? Po pra, gjithë koalicioni, po gjithë koalicioni, pa ishin me kuçe me maç. Nuk ishte vetëm Berishës. Berishës vetë i mungoi 130.000 vota që të arrinte shifrën. Ndërkohë që 300.000 ishin ata të cilët nuk votuan as një parti të madhe, as tjetra. Pikërisht, pra, nuk ishin pak, ishin shumë. Po, janë shumë. Por çfarë, si na rezulton sot me këtë sondazh?
Në rezulton që me njerë u shkrin si kripa në ujë. Duani parti të re, më shkurt më abet. Duani parti që se ekziston akoma. Ka njerës janë duke testuar. Për shembull sot, Indrit Vokshi kishte hedhur disa teza që e provokonte këtë situatë. Kështu që do të shohim se si do të vazhdojë në të ardhmen kjo puna e provokimit të mjedisit politik për të parë se çfarë do të ndodhi. Dgjoj, historia ka treguar që për shumë vite kemi të fresë të rastin e Orbanit. Tu ka vetëm një person mendojnë që mund të kishte lëvizur diçka, por për fat keq është aty te gardi i PD-s dhe po pret ta fusin brenda që të reformojë partinë që zoti Saliani, po besoj që gjëra do sqarohen deri në rizgjedhjen e Berishës në maj. Them se disa procese politika do t'i diktoj ajo, nuk do t'jenë ata që do të diktojnë politikën këtë radhë. Çfarë do të them me këtë? Ajo që sapo ju thatë, të mbaroj rikonfirmimi i zotit Berisha, i cili natyrisht do konfirmoj veten në krye të Partisë Demokratike dhe pastaj do shohim se si do të vënë gjërat. Unë besoj që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të djathtë do ta kenë kutinë e tyre ku do të votojnë. Natyrisht ajo nuk do të jetë kutia ku unë modestisht me sa më lejohet mua, me sa njohun politikën brenda dhe jashtë, mendoj që për sa kohë do presin kalendarin hënor të zotit Berisha, nuk kanë gjë në terezi. Megjithatë, kjo është punë për ta. Tani do dalim bëjmë një analizë. Unë e thash, po ti se kishe shumë mendjen se ra një objekti jashtë toksor në studio dhe trojë vëmendjen. Jo, trojë vëmendjen me audio, mendjen e kisha te ju. Po unë po them, momentin që do presin, nuk e di çfarë dëgjova nga ju. Në muaj maj është ai spektakli i do bëj Berisha. Po ta ndaj, po këtu ditët iken, ë? Jemi shumë këtu ditët iken. Megjithatë, mendimi im, them që temi opozitarizmi nuk pret kalendarin hënor të zotit Berisha. Momentin që e pret apo jo, Lami? Unë u përpoqja të shpjegoj sepse kjo është praktika dhe po nuk të ndoqë ty ndërkohë Beko, prandaj. Po jo vetëm zoti Beko, janë shumë që nuk e ndjekin këtë logjik. Ndërkohë që logjika ja ku e ke 33%. Faktet historike në vendet fqinj që kemi ne dhe në vendet ku duam të aspirojmë Bashkimi Evropian tregojnë që flukset që dalin ndaj partive, të cilat kanë probleme të brendshme dhe mungojnë vullnetet apo mekanizmat për ta rigjeneruar atë, krijon flukse, zhvillohen, marrin, përqendrojnë votues dhe nesër bën parti fituese. Jemi pak kjo është historiku me dy fjalit jemi drejt për drejt dhe s'kemi pse i fshihemi. E para është që mungon, natyrisht është çështje e besimit të vetë atyre të cilët duan të merren me këtë politikë, që arrin ta përballojë dhe ta ngrënë, mendoj unë, e para. Po këtu mbaron filmi pastaj. E para dhe dyta janë duke testuar. E para dhe dyta është. Nëse s'kan ata besim, si do kenë njerëz besim te ta. Edhe dyta është e shkuara, nisi nga e shkuara ka dëshmuar që kushdo që ka dalë për te dy partive të mëdha ka dështuar dhe kjo vjen për faktin sociologjik që shqiptarët kur u ndan nga Partia e Punës, u ndan në dy parti të tjera dhe fanatik të këtyre dy partive dhe qëndruan këtu. Nuk duhet bëj debat me ty. Nuk duhet bëj debat me ty. Unë zgjedh i besoj sondazheve Zaloshën. Sondazhet e Zaloshën tregojnë 33.1% nuk janë dakord me ty. Beko. 33.1% atë jo, ma ne votojmë edhe jashtë PD-s, edhe jashtë PS-s. Për mua ju e dini se ku jam. Kam kohë që jam të thjesht nuk kemi ofertë edhe kaq porrim për momentin, po jemi duke pritur. Por kalojmë tek analiza tjetër. Kësaj radhe Zaloshën si javën e kaluar, thellohemi në analizën e votuesve. Kësaj radhe kemi tabelën e parë, e cila fokusohet tek të vendosurit për të votuar, të cilët janë ndarë pra sipas nivelit të arsimimit. Dhe shikojmë si ndahen votuesit të cilët kanë mbaruar arsimin e lartë. 71% për tyre votojnë Partinë Socialiste. Pra në qoftë se do bësh një zgjedhje sot, 71% atyre që do merrnin pjesë me arsim të lartë do ja jepnin Partisë Socialiste. 27.4% do ja jepnin Partisë Demokratike. Ndërkohë shikojmë tek arsimi i mesëm, po i lexoj rresh për rresh dhe pastaj analizojmë më mbrapa, tek arsimi i mesëm, prap 65.3% do të jepnin Partisë Socialiste, 33.6% Partisë Demokratike. Tek arsimi ullët, 62.2% do të jepnin socialistëve, 37.4% do të jepnin aleancës madhështore. Tani, këtu unë, përveç faktit Zaloshënja që kuptoj që shumica e shqiptarëve në çdo rast voton Partinë Socialiste, ma shpjego pak këto diferencat ndarëse. Kolona e parë është më interesante, në fakt, se ka të bëjë me
njerëz me arsim të lartë. Po kjo është kudo, dhe e mesme dhe ke ulta, është një veqë. Po është shumë e theksuar tek deficienca. Ti thua që, ose ta bëjmë ndryshe, votat për PD-n fillojnë dhe rriten, më pak janë të arsimuarit e lartë, diçka më shumë të arsimuarit e mesëm dhe më shumë të arsimuarit me arsimin e ulët. Dhe këtu, mos harrojmë që këtu kemi të bëjmë vetëm me ata që janë gati të votojnë sot. Pra, çfarë ka ndodhur me PD-n që i ka ngelur kaq pak, 27%, tek ta me arsim të lartë? Ka ndodhur kjo gjë që të djathët me arsim të lartë sot nuk e votojnë më PD-n. Prandaj dhe i ka ngelur një përqindje kaq e ulur tek segmenti i votuesve me arsim të lartë. Tek arsimi mesëm, faktikisht PD-ja është pak a shumë tek ai niveli i vet, se aty ke 33% që 34% kishte edhe në 11 maj. Pra, tek arsimi mesëm është tek ai pak a shumë nivel si që ishte në 11 maj. Tek niveli të arsimi ullët, kuptohet që nuk ka atë lloj deficiencët që ka ke arsimi lartë dhe pak a shumë ajo e... Pra, leda temi të rështëtoni diferencën në vot, që diferencën në vot tek socialistët e bën nivelli arsimor. Pra, të socialistët nuk kemi rrjedhje, nuk kemi firo të votuesve socialistë me arsim të lartë, krahasim me 11 majin, ndërsa tek këta të djathët me arsim të lartë, kemi një firo të madhe dhe duhet normalisht, po të ishte në nivel e 11 maj, duhet të ishte këtë 34% që, pra, PD-ja. Në kohë që është 7 pikë më poshtë. Kohë që është 7 pikë më poshtë. Krahasuar me shifrat e 11 maj. Gjithmonë me shifrat e 11 maj. Ndërsa këta partitë të tjera të vogla i shohin vetë se si janë. 0,4%, 1,1%, 1,6%. Atyre ka një... Mbyllim atë bisedë, se s'kemi çfarë temi më. Me ata diskutojmë se shkojnë mbi 2,7% që ne marrëzit gabimin. Dhe por është shqetësuese sepse dolën si alternativa të drejtuara nga figura që duhet ishin larg temi figurave klasike politike. Ajo kolona parë, këto partitë e vogla, ajo i dërmon, se mendosh nga njerëz me arsim të lartë që presupozohet të jenë më mendja hapur, që presin të votojnë për partitë e reja që 9 muaj kanë sa janë. Dhe të ketë ngelur të ky segment i ka ngelur vetëm 1,4%, kjo është shumë dërmuese për këto partitë e vogla. Dhe unë kam një ide time se ku ka shkuar shumica e tyre votave. Te Arlin Çorri. Megjithatë, do ta tregojnë zgjedhjet. Do ta tregojnë zgjedhjet ardhshme. Tash është kot pikpamja ime kjo. Pikpamja ime kjo është nuk kapet dot me sondazh. Ka një artikulim temi që i përgjigjet kësaj shtrese. Është vështirë të kapen në sondazh partitë përqindje ka i vogël. Me idenë marrësh gabime. Gjithsesi Arlin Çorri është ideologjik si lider, domethënë është një lider i mbështetet. Po e disa njohun njerëz që janë detyrimisht inteligjenca shkon domethënë mund ta simpatizoj për aktet që bën Arlin Çorri, po mund të mos pajtohet me ideologjinë e tij. Vetëm lame, disa njerëz kam njohur unë që janë me temi, jo me bindjen djata, jo thjesht me bindjen djata, por bindjen djata që kanë votuar PD-n. Cilët nëse nuk kanë votuar, ose më saktë nëse kanë votuar 11 maj, kam takuar shumë prej tyre kanë votuar Arlin Çorri. Dhe kam përshtypjen që nuk e kanë votuar nga pikpamja ideologjike. Normal. Se sa e kanë votuar nga pikpamja intelektuale, se kanë thënë është vetëm personi i cili artikulon. Mund mos jemi dakord me bindjet e tij atë majta, por është vetëm person që arrin të artikuloj një fjali politikisht saktë, ndryshe nga të tjerë. Arlindi, ndryshe dhe nga dy të thash kjo është komplet një teori ime nga intuitat dhe nga kontaktet që kam me njerëzit. Arlindi si individ. Pra çuditërisht ai duhet merrte vota më shumë nga PS-ja, por ai ka marrë çuditërisht dhe vota shumë nga PD-ja. Arlindi, me që ngelem këtu si individ edhe si lëvizje, bën diferencën nga partitë e tjera të vogla, të cilët ne për lehtësi apo analizë kemi futur në blok partitë e vogla, por ai si individ edhe si lëvizje e bën diferencën dhe nisur edhe nga pikpamja e artikulimit, qëndrime publike që ka, pavarësisht që je dakord me të për zgjidhjet dhe ofertën politike që jep. Por ka arritur të ndërtojë një lloj identiteti, identikiti të cilën njerëzit me një nivel caktuar arsimor arrin ta veçojnë raport me shumicën e aktorëve politik tek ne, të cilët nuk e kanë nivelin e artikulimit të Arlindit. Dhe kjo është një fakt që duhet thënë, sepse her pas here e kemi grupuar
jo se kemi dashur të jemi paragjykues, por për ta futur te grupi partive të vogla, që aty është. Ajo çfarë mbetet për të thënë për mua janë dy komponentë të interesante. Është se si ka ndryshuar struktura demografike e Partisë Demokratike nga vitet 90 dhe sot, e cila vjen si një parti e intelektualëve, urbane, dhe shndrohet në 10 vjeçarin e fundit një parti ruralo dhe me një nivel arsimor e mesme dhe në nivelin e mesme. Kjo është një këmbane alarmi për Partinë Demokratike. Me një kategori moshore shumë të lartë. Po që e bëmë, po e vërtet. Kjo është një... Dhe në fakt, pyetja e fundit është, ose analiza e fundit lidhet pikërisht me analizën e votës në bazë të vendbanimit tyre. Çfarë shikojmë? Sa i përket banuesve në zonat urbane, pra në qytete mëdha, le ta themi nga ana tjetër ka dhe një përmbysje demografike sa i përket temi përbërjes së Shqipërisë. Tashmë qytetet janë kthyer në vendet ku banon shumica e shqiptarëve, ndërkohë që le themi para 30 vjetësh, 25-30 vjetësh, zonat rurale, zonat ku banonin më shumë shqiptarë. Por shikoni si ndahet vota në zonat urbane. 70.3% e atyre që banojnë zonat urbane votojnë Partinë Socialiste, 28.1% votojnë madhështorët, 1.6% votojnë partitë e tjera, po siç e tham, kjo nuk ka shumë interes. Pra shikoni si ndahet vota në zonat urbane. Zonat urbane kemi një përmbysje totale me në korrigjo në qemi në moment historik me situata para 35 viteve Beko, kur në zgjedhjet e 31 marsit vitin 1991, rezultati ka qenë Partia Demokratike fitonte 70% në zonat gati 70%, 67%, ndërkohë që në zonat rurale votoshte vetëm 33%. Ndërkohë shikoni si janë sot në zonat rurale. Në zonat rurale sërish Partia Socialiste votohet më shumë 59.3%, por shikoni çfarë ndodh me Partinë Demokratike. Partia Demokratike votohet 40.5% në zonat rurale. Një diferencë prej gati më shumë se 12 pikësh me zonat urbane. Pra shikojmë që Partia Demokratike në shumicë dërmuese votohet në fshat, Partia Socialiste votohet sigurisht tek të dyja, po në një diferencë të ndjeshme, jo dërmuese, po të ndjeshme votohet në zonat urbane. Sa Loshnja? Një sekundë, pastaj Lami. Po të krahasojmë, merremi me pjesën urbane, se faktikisht 65% e popullsisë, e elektoratit jeton në zona urbane. Dhe në zonat urbane, po ta shohim me 11, po ta krahasojmë me 11 majin, nuk ishte kjo diferencë thellë. Pra, nuk ishte kjo... Se këtu bëhet fjalë për ata që kanë vendosur të votojnë sot, dhe këtu futen dhe ata që s'kanë votuar 11 maj. Këto janë vetëm sot. Këtu kemi vetëm ata që janë gati të votojnë sot, po duhet të them që nëse do ishte si në 11 maj, PD-ja duhet të ishte diku ke 34%. 34-35%, po. Ndërsa shif ku ka zbritur pra në ka një humbje dhe e pamë edhe tek arsimi. Pra, sepse njerëzit më të arsimuar janë në zonat urbane. Po, që është 27%. Është 27.4. Këtu e kemi 28.1. Pra, kemi një pikërisht deficiti i madh i PD-s, i votave të PD-s, ndodh pikërisht tek njerëzit me arsim të lartë dhe njerëzit që banojnë në zonat urbane. Kjo ka bërë që sot PD-ja, po të bëshin zgjedhje, do dilte shumë më keq, doli shumë keq në 11 maj, po sot do dilte akoma dhe shumë më keq. Sepse, siç thash, shumica dërmuese e njerëzve, 65% banojnë në zonat urbane, dhe kur vjen puna për edhe në arsim të lartë, edhe në arsim të mesëm, e përsia e PS-s sot është shumë e madhe se ç'ishte në 11 maj. 11 maj. Po, Lami? Ajo çfarë dohet thoja pra që duke bashkuar dy grafikët, ne dhe nisëm nga historiku i tipologjisë të votuesit të PD-s dhe PS-s, kuptojmë që tek PD ka një transformim të tipologjisë votuesi nga i votues urban, i arsimuar në vitet 90 apo 10 vjeçar apo deri 5-6 vitet e para në vitet 90 fillon dhe futet transformimi i tipologjisë së votuesit tek e djata, e cila i largohet zonës urbane, pozicionohet drejt zonave periferike, i largohet nivelit të
intelektualit apo nivelit të lartë arsimit, zbret tek niveli mesëm dhe i ulët dhe stacionohet sot që po flasim te kjo tipologji ku tregon në vetvete vjetërsinë e subjektit politik, tregon imazhin e subjektit politik, tregon speechin apo ligjërimin e kësaj force politike, tregon shkallën e përfaqësimit të kësaj force politike, e cila ka nevojë për një transformim që s'mund të ndodhë, prandaj thash Bekot, duhet të mos trokitur më tek ajo derë, por duhet hapur dyrë të tjera. Shkojmë tek tipologjia e Partisë Socialiste, e cila fillon me një arketip votuesi që vjen nga administrata e vjetër e Partisë Komuniste, janë pensionistët, zonat rurale, mbas viteve 97 fillon dhe merr dhe pozicionohet në zonat urbane, fillon dhe thith pjesën elitare apo intelektuale të qytetit dhe sot stacionohet tek pjesa dominante që janë arsimi i lartë, urban dhe zbret tek pjesa shtresa e mesme, niveli mesëm arsimor, e kështu me radhë. Dhe kjo krijon këtë lloj fizionomie. Ajo çfarë mbetet, dhe këtu e mbyll, është sjellja e partive të vogla. Shikoni sa larg janë zonës urbane 1 dhe shtresës arsimuar, të cilët janë potenciali i votuesve për këto lloj subjekte politike, referuar traditës së sjelljes së votuesve në perëndim, Imagjino se ku bëhet loja. Po le të themi kështu lindet e opozita në Shqipëri pas dhjetorit 90, ose më saktë që në dhjetorin 90. Beko që ta mbyllë. Urdhëro. Koment. Ajo që duhet të them është kjo që Partia Demokratike për mua është në rregull. Dhe leadershipi i saj është në rregull. Populli e ka fajin që s'po e kupton atë. E kanë fajin intelektualët që nuk po i ngjiten Partisë Demokratike. Keni parë ju që ditët e fundit protestat e fundit kanë dalë dhe i bëjnë thirrje elitës shqiptare që t'i bashkohet Partisë Demokratike dhe ta pranojë. Ashtu siç është ajo, e pandryshuar. Me Molotov në dorë. Me Molotov në dorë, me atë leadership të vjetër, me atë narrativ të vjetër prej autokratit zotit Berisha, me atë mungesë morali dhe kohezioni, ku nga njëra anë Berisha është në proces hetimi dhe në proces gjykimi për korrupsion, nga mëngjesi në darkë artikulon teza antikorrupsioni për kundërshtarin politik. Pra, dhe këtu pastaj vim tek qëndrimi jonë serioz dhe themi që kur ty të mungon koherenca politike, kur ti bën premtime të bujshme dhe pastaj asnjë nga këto premtimet, asnjë prej këtyre premtimeve nuk realizon, natyrisht që do të kesh këtë rrjedhje të jashtëzakonshme dhe në radhë parku tek intelektualët, tek shtresa e mesme dhe tek të rinjt. Edhe te zonat urbane. Edhe te zonat urbane. Megjithatë, unë kam një propozim për ty Zaloshi. Që ne duhet ndoshta javën tjetër të bëjmë një sondazh ku të bëjmë një analizë plot të votuesit shqiptar. Pasi nëse dalim te kjo, nëse s'ndodh një gjë e jashtëzakonshme këtë javë, duke që sondazhi ka një stabilitet sa i përket kurbave roz, kurbës blu, dhe sigurisht edhe asaj jeshile. Pra kemi një trend tashmë të përcaktuar, PS-ja që konsolidohet e 24-25%, PD-ja që është e 21%, këto partitë e vogla e thamë, dhe shikojmë këtë kurbën në rritje të votuesve për një parti të re. Kështu që unë mendoj që këto analizat që kemi bërë në këto 2 javë, sa i përket mënyrës se si votojnë shqiptarë në qytet, fshat, bazë arsimit e tjerë, unë mendoj që meriton një vëmendje dhe një sondazh të plot javës tjetër. Është shumë interesante në fakt pikërisht për ditur radiografinë e elektoratit dhe sepse kjo t'jep mundësi të bësh edhe një krahasim historik. Për shembull, nëse kalojmë pak grafikun 1 minutë tek urban rural, shumë interesant, jo, urban rural. Grafiku tjetër. Tjetër. Pra, për shembull, nga pikpamja historike, për mua që kam ndjekur shifrat me vëmendje e di se si votohet çdo fshat, në çdo qytet, çdo lagje, kthesa, pra ruralizimi ta quajmë i elektoratit të PD-s ka filluar që në 2007. Pra në 2005 kur PD-ja rierdhi në pushtet, pati sukses në zonat urbane që e arriti të vinte në pushtet. Duke filluar nga 2007, PD-ja dominoi në komunat që quheshin atëherë, pra në zonat rurale. Ndërsa në zonat e mëdha urbane doli shumë mirë PS-ja. Blu Albania, të kujtohet Berisha? Blu Albania. Dhe arta...
Po pra, se bëri pikërisht hartën. Ajo harta gjithë komunat shpërndarën gjitha ndaj në përfshatra duke blu e gjitha. Ama aty ku ishte popullsia, Tiranë, Durrës, tjetër, pra qytetet e mëdha, Korçë, në gjithë qytetet e mëdha. Elbasanin, dhe përveç Shkodrës. Fitoi Durrësin, përveç Shkodrës. Përveç Shkodrës. Pra, aty ku ishte tamam shumica dërmuese e popullsisë, fitoi PS-ja. Dhe që aty ka filluar ruralizimi i elektoratit të PD-s. Dhe sa më shumë ka kaluar koha, aq më rural është bërë. Pra, e ka peshën. Shqipëria është bërë gjithë një më shumë urbane. Është bërë më urbane edhe me pamja shifrore dhe përdesaciore. Po, dhe PD-ja faktikisht tani, kur vim në këtë pikë, vjen bëhet pothuajse rurale, domethënë edhe atë pak për kraje që ka, e ka rurale. Prandaj është e mirë të bëjmë një analizë përgjithshme të gjithë elektoratit. Me Kismet, thënën tjetër kemi një analizë, një radiografi të plot, një rezonancë të plot, do thoja unë, të votuesit shqiptar nga pikpamja sociale, nga pikpamja urbane, nga pikpamja arsimore, por dhe nga pikpamja ekonomike dhe sidomos nga ajo moshore. Zaloshnja, faleminderit. Faleminderit Lami, faleminderit Beku, që këtë institut kisha sonte. Ndërkohë, Real Story kthehet nesër në orë 8, deri atëherë nga Sogul Balla, natë mirë.